prodhoj atë, ku ishim, ish gjekundi, çfarë bëm, ish gjekundi prapë, asgjë. Tani, këta kanë humbur që nga 2013 me Saliu në krye, patën diçka pak më lartë me të deleguarin Saliut, i cili u bekuat 2-3 herë në zgjedhjen në krye të PD-s, pra Luli në krye të PD-s për Saliut, dhe pikërisht momenti që Saliu merr një mandat refuzimi absolut nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, non grata ai dhe familja e tij, Saliu rikthehet PD, humbim prapë në 2025 me Saliu, dhe nuk e di se çfarë mundi kanë bërë Smet, çfarë pretendojnë, çfarë do fitojnë në 2027 dhe 2029. Ajo që më bën të mendoj pse një pjesë e njerëzve aty, edhe ata që duken sikur janë besnik me Saliut, nuk janë besnik Saliut, janë besnik të pazareve tyre, është që në Rogos këta bashkëpunojnë mirë me qeverisjen e PS-s, kanë dhe këta koncesionet e tyre, dhe interesat personale të tyre dhe të rraqeve që ju shkojnë pas tyre i kanë plotësuara, edhe janë komod, janë një lloj pozite me Range Rovera, me vila, me hotele, me tjera. Kështu që ka fituar një grup uzurpator i opozitës, i cili nuk ka asnjë lloj perspektive,